Shprehjet e fuqisë së pakufizuar nuk vijnë të drejt për drejta se rrëmbimi i një presidenti në detyrë nga kryeqyteti i tij në mes të natës. Presidenti Donald Trump ka treguar me një postim në mediat sociale me 74 fjalë se ai mund të veprojë në një mënyrë vendimtare, të papritur dhe ndoshta të pakujdesshme, në ndjekje të objektivave të tij të politikës së jashtme, të ndryshme dhe të ndryshueshme, pa shumë respekt për precedentët, pasojat apo për ligjin ndërkombëtar. Operacioni për të marrë presidentin venezuelian Nicolas Maduro dhe bashkëshortën e tij nga vendodhja e tyre e fortifikuar në Caracas për të përballur me sistemin gjyqësor amerikan, ndjek një model të parashikueshëm por ekstrem për atë që SBA-ja e quan një të arratisur, me një shpërblim prej $50 milion mbi kokën e tij. Por këtu ka një përjashtim të rëndë. Maduro është kryetar shteti, vendi i të cilit të shpreh objektivave të ndryshëm politik amerikan në vazhdim, pavarësisht se çfarë thon aktakuzat. Kjo do të ndihet gjithmonë politike. Administratat e njëpasnjëshme të Shtëpisë së Bardhë kanë dashur të heqin regjimin e majtë autokratik dhe ndonjëherë të dhunshëm në Venezuelë, qoftë për luftën kundër trafikut të drogës, për naftën e tyre apo për parafrim rajonal. Mandati i dytë i Trumpit promovoi përfundimin e rolit të Maduros si kreu i një rrjeti të madh rajonal të trafikut të narkotikëve si arsyetim kryesor, por ata hasën në një paradoks ku sugjeruan që Maduro thjesht të lërë pushtetin. Ai nuk mund të jetë një herësh kreu i rrjetit dhe njeriu që nuk mund të largohet nga roli i tij me një të rënd të syrit. Provat e Maduro ishin në krye të pemës rajonale, nuk ishin aq të forta sa shpresonte Shtëpia e Bardhë, po Venezuela padyshim lejoi trafikun e drogës nga hapësira ajrore dhe Bregdeti i saj me Kolumbinë, prodhuesen më të madhe globale të kokainës. Kartelet e Meksikës dhe Kolumbisë ishin lojtarët më të mëdhenj, por duket se tërhiqnin më pak fokus ushtarak amerikan. Ambicjet gjeopolitike. Thellë në zemër të këtij veprimi qëndrojnë ambicjet më të gjera të Washingtonit për kontroll më të madh mbi oborrin e pasmë, për atë që ata e kanë quajtur një doktrinë Monroe e re. Një Venezuelë bindur është më mirë për tregjet amerikane të hidrokarbureve, por më e rëndësishme ofron një vend ku miliona venezuelianë, që aktualisht kërkojnë strehim në Shtetet e Bashkuara, mund të kthehen. Pasojat dhe ardhmja është e pasigurt, por siç është tani, çfarë vjen më pas nuk është e qartë. Nëse ka një pasardhës të menjëhershëm, të gatshëm të përballojë të njëjtin rrezik rrëmbimi, mbetet për të parë nëse kjo ndes zemërim anti-amerikan, apo kthehet në ditë festimesh për fundin e një diktature që ka menaxhuar keq ekonominë e venezuelianëve në rënje të lirë. Largimi i Maduros është një fitore për Trump, por kaosi ose kolapsi pas tij do të jetë një humbje në rrjedhën e lirë. Plani se çfarë vjen më pas është më e rëndësishmja se shfaqja mahnitse e fuqisë amerikane mbi qiellin e Caracasit në mëngjesin e hershëm të së shtunës.